Jemi rikthyer me mua në studio është deputeti Xhelal Mziu. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Po mbyllim një javë shumë intensive, duke sikur kryefjalë në fakt është reforma territoriale që ka një interes të jashtëzakonshëm, po nuk mund të lë këtu pa përmendur edhe një hezitim ose një jo të fortë të socialistëve për komisionet hetimore, si për ARSH-n ashtu edhe për çështjen e akshit. Këto besoj kanë qenë kryefjalë, pavarësisht se për garancia të gjitha marrë një vëmendje të theksuar. Për pak do të jetë në studio këtu edhe kolegu Mari Glenku me çështje minutash, por pra të ndalim te territorialja, a mund të më përmbyllësh pse nuk i duan këto komisionet për çështjen e akshit? Pra, them përmbyllësh, ndoshta ai ke një mendim të ëndin se u bën 40 deputet që firmosën dhe kishte një lloj pritshmërie, ndoshta s'mund të ndihmonte hetimet sikurse tha Tauland Balla në çështjen e SPAK-ut, që edhe mund ta pengonte, por për opinionin publik, këto komisionet kanë shumë rëndësi. Beteja e opozitës me këtë mazharancë ka qenë pothuajse në shumicën e rasteve shkelja ligjit nga mazharanca, pra shkelja e të drejtës kushtetuese, mohimi i një të drejte elementare që ka opozita për të denoncuar dhe në raport edhe me kushtetutën, edhe me ligjin, por edhe me udhëzimet del në pa që mjafton për të patur një quorum të caktuar për të bërë një kërkesë për të ngritur një komision hetimor apo për të ngritur qoftë edhe një komision të posaçëm siç janë Komisioni i Reformës Territoriale apo ai zgjedhore. Koha ka treguar që sa herë që ngritja këtyre komisioneve ka patur çështje të cilat ishin shumë të nxehta, delikate dhe korruptive për qeverinë, është vendosur vetoja e tyre, duke e mohuar të drejtën e opozitës për ngritjen e këtyre komisioneve. Rasti më i freskët është rasti i komisionit për akshin, ku pavarësisht këmbguljes son të vazhdueshme për një çështje shumë delikate, madje edhe përpara se sa dilta kjo aferë e jashtëzakonshme, sepse ju e dini shumë mirë se si kanë rrjedhur të dhënat, se si kanë rrjedhur të dhënat personale, po jo vetëm dhënat personale, po të gjithë Shqipërisë, sepse ajo është një strukturë shumë delikate e vendit, por duke marrë në konsiderat dhe njëherë që akshi, jo vetëm që është korruptive dhe me persona të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me kryeministrin, por akshi është kthyer në një strukturë e cila shantazhonte çdo person brenda administratës publike, apo ministër, apo grupe kriminale, apo opozitën, apo të tjerë elementë, dhe në këto kushte është e pa precedent, aq më tepër që kemi të bëjmë me një dosje që ka ardhur nga Gjermania, që është e fokusuar maksimalisht, po themi, për të shkuar drejt në fund, por si dosja akshi, apo të tjera probleme që i ka krijuar kjo qeveri, absolutisht e tregon edhe fakti që në ditët e fundit, jo vetëm që nuk ka një avancim, por çdo ditë e më tepër dalin shtetet Bashkimit Evropian apo komisione të cilët tregojnë që Shqipëria jo vetëm nuk po bën hapa para për të integruar në Bashkimin Evropian, por përkundrazi po bën hapa mbrapa dhe madje duke ngelur pothuajse e fundit e Ballkanit. A ka shqetësim ndërkombëtar partnerët për çështjen e akshit të Mziu sot që ne flasim? Sepse nuk e pam që ti imponohesh politikës për t'i ngritur si komisione. Ne, sigurisht në këtë politikën tonë të brisht, kemi parë që herë pas here ka një ndërhyrje dhe presion. S'po them vetëm ndërhyrje. Këtë herë, në rastin e akshit, nuk e pam se po të ishte ashtu, do të kishte ndoshta një produkt dhe nuk do të ishte kaq komod mazhoranca socialistët për të mos ta realizuar. Në dijenin tuaj, nëse është shqetësim, ose PD-ja ka referuar. Ajo çfarë mund të themi është që PD-ja është angazhuar maksimalisht për të shkuar deri në fund. Po kjo nuk është një çështje që është thjesht një angazhim i PD-s, kjo është një çështje edhe një herë që ka një prapavi të fortë, po themi politike, siç është Gjermania, siç është çështja e sigurisë kombëtare, sepse ne jemi antar i NATO-s dhe mjaft element tjerë, pra është shumë sensitive si çështje, por edhe pse është çështja më sensitive sot në Shqipëri, është mbyllur në zyrtarët e qeverisë ku përdorin kartonin e tyre për fshehjen apo për akumulimin e kësaj. Absolutisht jam i bindur
që do t'i shkohet deri në fund të kësaj çështje, sepse jo vetëm opozita absolutisht do të përdorë çdo lloj instrumenti, por sistemi i drejtësisë, por ajo çfarë është më kryesorja, është faktori ndërkombëtar i cili po tenton, po përdor si instrument dhe absolutisht do të shkohet tek zgjidhja e saj pavarësisht vendosjes së vetos së kryeministrit, sepse tek akshi janë, po themi, familja e tij apo personat të cilët kanë punuar ka 25 vite me kryeministrin. Ndërkohë, kjo nuk është një çështje e cila në fakt lidhet me ne si Shqipëri, me afera, ne aty pam të gjitha, pam mënyra se si ishin të ndërthurura deri tek presioni, tek pengmarrja, pra ishte një dosje ndryshe nga sa ka dalë në publik, por mbi gjitha unë theksoj se ne jemi dhe vendi NATO-s, dhe her pas here ka akuza nëse hakerimet ne ja faturojmë vërtet iranianëve, cili nuk është një vend mik, apo problemi kryesor mund të jetë pikërisht e mënyra si është menaxhuar akshi, ku tenderat nga 2 bëheshin 4 dhe po në dosje dëgjuam, lexuam që thuhesh të dhënat. Ato janë më të rëndësishme nga Ermal Beshiri dhe Ergyes Agasi. Kjo sa e rrezikshme është aq më tepër që ka fraksione, akuza publike janë që po hetohet kadastra, çështje të cilat duhet kishin ngritur shikun në një tjetër nivel, por që ka edhe këtu akuza të cilat janë publike. Një gjithë përfshirje që kalon ato përmasat në normale të hetimeve që ne kishim parë deri tani, si ishim dalë vetëm te korrupsioni, me shifrat konsiderueshme. Akshin, këndvështrimin tim është një strukturë paralele, është një strukturë shumë e sofistikuar, është një strukturë e cila ka prekur pronat e shqiptarëve, është një strukturë e cila ka hequr nga sistemi prona të cilët personave të cilët ishin qoftë edhe ato që ishin në vetting, nga burime informale që vinë, pra kur dikush ka qenë për të marrë vettingun, janë hequr pronat nga sistemi dhe pastaj për të rikthyer në një kohë të dytë, apo janë tjetërsuar prona. Që plotësohen dokumenta dhe ti del figure pastër? Pra për të kë kanë dashur për ta shpëtuar nga ajo situatë, ja kanë zbardhur, po themi, çështjen e tij, dhe ndërkohë kë kanë dashur për sulmuara, kanë mbarsur me elemente të cilët i kanë skualifikuar. Unë po marr këtë element, por struktura akshit, nëse do ta shoh edhe në aspektin politik, struktura akshit ishte kthyer në një organizat e cila e kishte gjithë opozitën, po themi, në një skanim total të saj dhe absolutisht duke parë dhe eksponentët që ishin pjesë e fushatës, fillonte pastaj shantazhimi, apo presioni, apo joshja, apo tjerë element, pra ka patur funksione të jashtëzakonshme, po themi, dhe ajo çfarë unë jam absolutisht i bindur, nuk është vetëm Irani ai që bën, po themi, ato goditjet që është bërë, po themi, ndërkombëtare, po edhe nëse ka qenë në të gjitha rastet Irani, jam absolutisht i bindur që është përdorur si artific, apo ai 1% i dëmit të shkaktuar, dhe ndërkohë pastaj për t'i dhënë 2 inpute këtij sektori shumë të rëndësishëm ose kësaj afere shumë të rëndësishme, për të bërë tendra dhe për të përfituar para, dhe ndërkohë për të kryer element tjerë të cilët sot një pjesë e mirë qytetarë shqiptarë nuk e dinë se çfarë ka ndodhur me pronën e tij apo çfarë ka ndodhur me një strukturë të caktuar. Dalim tek territorialja, ku Partia Socialiste e Partia Demokratike duket se janë të ndara për marrësinë e bashkive, për çështjen e financimeve, sepse duket sikur pra janë reduktuar shumë edhe fondet, ndërkohë më vjen keq kur në kuadër të analizës së MZU edhe këtu kuptoj që ndërkombëtarët nuk është se kanë ndonjë interes, e me mos interesin e tyre, ne nuk e dim se çfarë do të gatuhet këtu. Reforma territoriale është një reformë e jashtëzakonshme, është tentuar, imagjino në 10 vitet e fundit, kemi 3 komisione për reformën territoriale, siç ishte ajo viti 2014, e cila ishte një dështim, më shumë për shkak të mazhorancës, por edhe për
fajt PD-s që nuk mori pjesë në atë reformë. Normalisht, standardet që u përdorën në reformën territoriale nuk kishin asnjë lloj argumenti për ta bërë një reformë të tillë. Ne kemi patur 373 njësi vendore, që nëse bëjmë në raport me vendet e Bashkimit Evropian, i bindet që në Shqipëri të kishim diku ka 11.000 banor për njësi vendore, pra dhe me ato komunat e zbrazura. Por nëse i referohemi vendet e Bashkimit Evropian, edhe në 2014, por edhe sot mesatarja e banorëve për një njësi vendore në vendet e Bashkimit Evropian është vetëm 6.000, pra çfarë do të thotë që ne ishim mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shkuar tek ajo se çfarë ndodhi, në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, kur dikush don që të bashkohet apo të ndahet, nuk është qeveria, nuk është madje as parlamenti, por janë qytetarët, pra janë fiks banorët e asaj zone që duhet të ndahet apo duhet të bashkohen. Pra referendumi, nuk është përdorur referendumi, ka patur disa element të cilët u përdorën si kauza mbaj mend në vitin 2015, që do të përsenin 80 milion euro nga fondi i pagave, që do të bënin digitalizimin e kadastrës urbane, pra çfarë do të thotë që të merrnim më shumë të ardhra, t'i kalon të kompetenca pushtetit vendor, që t'i kishim, po themi, hipotekat pranë pushtetit vendor. Që të merrni shërbimin, por çfarë duhet kjo reformë? Dhe çfarë ka ndodhur sot? Që të shkojë tek qytetarët. Pra, çfarë ka ndodhur sot? Nëse i referohemi, po themi, kursimit 80 milion euro, unë po jap disa argumenta për treguar që jo vetëm që nuk është hecur në atë drejtim që u shit në opinionin publik, po përkundazi ka do të reduktohet administratën, po administrata ka shkuar. Kemi patur mbi 17.000, rreth 18.000 punësuar në administratën vendore me 373 njësi vendore. Sot kemi mbi 40.000, pra 2.5 herë më shumë administratë publike se sa atëherë. Jo vetëm që si reduktoi, po. Dhe nëse e morim dhe i referohemi ekonomisë shkallës, pra kur zvoglohet numri i diçkaje, pra rritet, po themi, më shumë ajo ekonomia shkallës, kursimi, përkundazi ka ndodhur e kundërta. Pra shkuam nga 373 në 60.000 dhe u 2.5 fishuar numri i administratës. Po ajo çfarë është më e keqja është që nëse morim 60.000 bashkitë. S'merr asnjë përgjegjësi për këtë, se kjo ka qenë kryefjalë. Ne e bëjmë për këtë, dhe këtu nuk ka pikën e përgjegjësisë. Po pra, përse ndodh kjo situatë? Nëse ne morim të 60.000 bashkitë, kemi 3 bashki, vetëm 3 bashki që kanë performancën më të mirë, nëse ta quanim, që vetëm e kanë difishuar fondin e pagave. Pra, krahasuar me 10 vite më parë 2 herë. Kemi 29 bashki të cilët e kanë 4 fishuar. Kemi pastaj një 8 bashki tjera të cilët e kanë 5 fishuar. Pra, kemi një tjetër bashki që e ka 8 fishuar fondit e pagave. Pra, është hecur në një drejtim që është 2.5 herë më shumë numri i administratës, por është dhe difishuar fondi i pagave. Pra, çfarë do thotë që jo vetëm që nuk kemi një pushtet vendor më eficient, por përkundazi është rënduar. Po jap dhe një tjetër shifër, nëse i referohemi, po prap një argumenti. Marrim 373 njësitë vendore që kanë qenë deri në vitin 2015. Se fundit pushteti vendor është decentralizim, ofrimi i qeverisjes afër qytetarëve. Ndërkohë ne kemi bërë të kundërtën. Dhe po referohemi po prap në aspektin financiar. Deri në vitin 2015, kur kishim 373 njësi vendore, shkonte më shumë se sa 36% e buxhetit të këtyre 373 njësive vendore për investime kapitale. Pra për investime, atë se çfarë ka nevojë për qytetarët. Pas 10 vitesh, pra për 2024, akoma nuk ka dalur ajo struktura e plot e 2025-s, deri në vitin 2024, pra për 9 vite, shohim që është ullur 18% më pak për investime. Pra, në logjik i bindet që të rritej investimi tek qytetarët. Përkundrazi është ullur 2 herë më pak. Pra, çfarë thotë që këto bashki që kanë jo eficiente. Një tjetër element, bërja e këtyre bashkive, siç janë disa bashki, po mor Dibrën, apo po mor Kuksin, apo tjerë, që kanë nga
14 deri në 17 njësi vendore të bashkuara në një qytet. Dhe i bjen që këto njësit vendore ta kenë 5 orë, 6 orë, 7 orë largë. Dhe përpasoj, kur ti e ke kaq shumë largë, po themi qendra e bashkisë, kur ti vazhdojnë çdo ditë të mbyllësh shkolla, të mbyllësh qendra shëndetësore, të mos punosh bujqësinë, se ke vetëm ato 2 raste që morën. Siç kemi në Tiranë. Ke dhe Tiranën ty. Nëse shkon në Zallbastar, ç'do bëjnë ata? Po pra. Apo nëse shkon në Shëngjergj, apo nëse shkon në Krab, absolutisht këtu edhe të ofrosh shërbimin. Pra, ka dhënë efekte negative edhe në ekonomi, dhe në punësim, dhe në shpopullim, dhe në çdo parametër që ne mund ta marrim. Dakord, po puna është si do të marrë kjo në kuadër vullnetit politik, është edhe kolegu Kume. Mirë se erdhe, Mariklen. Mirë se gjeta. E ke ndjekur këtë çështje e reformës territoriale si shumë çështje tjera, por me që jemi këtu. Çfarë po na rezervon politika? Jemi vetëm në kuadër të një debati me fakte, me prova dhe me shifra, sikurse e thot zoti Mziu, që mundet të reflektohet apo lexohet që në kryet herës, pa nisur, me dhe me mungesën e vullnetit apo ndoshta prezencës ndërkombëtarëve që nuk bëse se ka ndonjë lloj interesi ose të shprehur ose të lexuar, që kjo do të jetë vetëm thjesht një çështje debati të momentit, por mos sjell asgjë pastaj në kuadër marrëveshje politike. Jo, mua nuk më duken se nuk do ketë një produkt final konsensual. Komisioni është pak vonë me punimet e veta, pra duke marrë parasysh agendën që vendosin e fillim, por nuk është se janë më largë për sa i përket ideve apo çështjeve. Fillimisht mbeten vetëm tek çështjet e ndarjeve njëherë dhe pastaj për çështjen e kompetencave që do jetë pjesë tjetër. Pra fillimisht mund të kemi një shtyrje të afatit dhe që mund të synohet që jo deri në fund të korrikut të këtij viti, por mbase të arrihet domethënë edhe deri në fund të vitit në cilin jemi, pra për të shtyrë afatin e tij dhe për të avancuar me punimet. Sa i përket propozimeve, në pamje të parë duket pak se janë diametralisht janë larg njëra tjetrës, pra pasi mazhoranca raste më të mirë e ka të mbetin me 61 bashki, ndërsa drafti i propozuar nga grupi i Komisionit të Reformës Territoriale tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike është që të shkojnë deri në 109 bashki, varet se si do të jetë kjo, por ka edhe një plan B, për shembull, që mund të jetë për shembull një lloj dakordësie jo lloj dakordësie, por mund të korrespondojnë ato idetë politike për të patur 4 rajone, për të ndarë Shqipërinë me 4 rajone. Kjo edhe duke bërë disa studime apo analizë sa i përket politikave apo orientimit të ekonomisë e tjerë, dhe të mbetemi po me 61 bashki. Por kjo është një mundësi e cila deri diku mund të jetë e kënaqshme edhe për Partinë Demokratike në një kohë kur mazhoranca e cila ka një shumicë 83 vota në parlament dhe nuk i ka as pak të vështirë që të bëjë 86 vota ose de facto i ka ato dhe e miraton e vetme, opozita mund të jetë, po them, e kënaqur politikisht që mos dvejnë që të qëndrojnë në këtë formatin, pra me 4 rajone dhe 61 bashki. Këto janë, po themi, lëvizjet e fundit, pasi duhet të kesh parasysh që edhe vetë komisioni është dinamik, pra me ecuri, por edhe po them, situata politike pra është e tilla me dinamike që ka zhvillime. Thash, fillimisht janë me njëra gjë, zoti Rama për shembull e kërkon që ta bëjnë me 31. Prandaj për opozitën një mundësi më e mirë e mundshme është që të qëndrojnë paktën kaq sa janë. Dhe pastaj shikojnë rajonet dhe kompetencat. Nuk besoj që mund të shkoj deri në fundin e vitit, sepse bëhet e paksesueshme për zgjedhjet e pranverës. Po, është ky skenar, më kanë thënë. Jo, janë, shiko, ato janë praktikat e mira të rekomanduara nga OSBE, apo jo se ka kufizim ligjor. Pra, ka kufizime ligjore, edhe më lejo që ta shpjegoj. Pra, me kushtetut, zgjedhjet shpallen 6 muaj më përpara. Së dyti, nëse ka ndryshime, duhet që këto ndryshimet t'jenë kthyer në ligjore
Dhe duke ju referuar dhe njëherë, datës së zgjedhjeve, të cilët zgjedhjet mund të jenë nga fillimi i muajit maj, pra çfarë do thotë që të paktën maksimumi që mund të jetë shtatori i këtij viti nëse gjendet në dagorësi përveç muajit korrik, për ta bërë të aksesueshme. Pastaj ne mund t'i mbyllim dhe në dhjetor, apo dhe në pranverën e vitit tjetër, por nuk bëhen të aksesueshme për këto zgjedhje vendore. Po, mund të jetë si skenar, kurse e dëgjova edhe këtë skenar diku në analizën e demokratëve. Ajo çfarë është, Partia Demokratike nuk po lufton për të bërë një reformë elektorale. Partia Demokratike po thotë, ne jemi një vend që tentojmë për të aderuar në Bashkimin Evropian, dhe ndërkohë kemi dy pasqyra, kemi atë kur kishim 373 njësi vendore, kemi atë se çfarë ka prodhuar që dhe vetë mazhoranca e konsideron si një dështim të plot, dhe ajo çfarë ne duhet të bëjmë është që të marrim referencën e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe po prapë i rikthehem që është pushteti vendor nuk është ndërmarrje që duhet dalë me fitim apo pa fitim. Por e ka përcaktuar dhe vetë praktika e vendet të Bashkimit Evropian që nëse një bashki nuk ka të ardha, po themi të mushme, po morë rastin, bie fjala se që mund të jetë Kuksi, se fundit gjithë fushat që ajo kishte, mundësi që kishte, i ka kthyer në hidrocentrale dhe nuk merr asnjë të ardhur. Ose nëse do të marrim, po themi Ersek apo dikush tjetër që nuk ka kapacitete për të patur biznese, për të patur, po themi, bregdeta, apo për të patur turizme. Pra, në këtë kontekst, parsore nuk është që të ndërtojmë bashki që o të fitoj, ose për ndryshe të falimentoj. Bashkimi Evropian e ka përcaktuar qartë, thot, të gjitha ato bashki të cilat nuk kanë mjaftueshëm, po themi, kapital në raport me qytetarët, atëherë futet shteti për të dhënë një mbështetje. Dhe çfarë bën? Bëhet mesatarizimi i atyre bashkive, të ardha që krijon për frim për çdo bashki, dhe të gjitha bashkitë të cilët janë poshtë këtij niveli mesatar, shteti akordon fondin e balancimit. Pra çfarë thotë, nëse ne kemi, po marrim rastin gjatë një bashki, dhe 30 prej tyre, apo ndoshta edhe 27, se ajo ka të bëjë me mesatarizimin e të ardhave, jo me numër bashkish. Po në qoftë se decentralizohen shërbimet edhe kompetencat, pse duhet atëherë të japim takset e tjera nga pushteti qendror te ato lokale? Jo, më lër ta dërgoj deri në fund. Jo, e kuptova logjikën, prandaj po. Jo, nuk e ke kuptuar deri ku duhet dalë. Pra, nuk është vetëm thjesht delegimi, nuk është e para ne jam me atë që ju thoni. Pra ne marrim vetëm 1% të GDP-s. Me të gjitha të ardhat që i kalohet, të ardhat e veta dhe ato çfarë jep qeveria, ne shkojmë vetëm 3.1%. Nëse i referohemi vendeve të rajonit, janë më shumë se sa 6%. Nëse ne i referohemi vendeve të Bashkimit Evropian, shkojmë mbi 12-15%. Pra, është e vërtetë ajo që ju thoni, pra mungojnë financat. Por unë po shkoj tek ajo tezë që ato përdorin, që dalin në media dhe thonë, ne kemi bashki jo eficiente. Që do thotë kjo eficiente? Hajtë të mbyllim bashkit? Kjo është skandaloze. Pra, dhe ka përcaktuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian japin këtë fondin e balancimit. Po themi, jep 1% në raport me GDP-n që është përndarë mbi bazën e numrit popullsisë, bota ka, ose më saktë, Bashkimi Evropian ka përcaktuar një fond tjetër, 1% apo 2% të GDP-s, dhe e jep për gjitha ato bashkitë të cilët nuk kanë kapacitet, por edhe me një kusht, që ato ta kenë zbatuar paketën fiskale. Se e din ti, nëse ne shkojmë qytetin e Durrësit, po themi, po dhe Tiranës, po dhe disa qytetet të mëdhaja, e di ti që paketa fiskale zbatuat vetëm 35%, 20%. Më falë, po ke shkuar ndaj po në Tiranë. Po pra, dhe vetë, po pra, po them Tirana, Durrësi, Fieri, Vlora, ke disa qytetet të cilët e përdorin bashkinë në aspektin elektoral, pra nuk i cënojnë bizneset, ju morin vetëm një përqindje shumë të vogël tyre, dhe ndërkohë ju thonë, hajde bëni pjesë e bashkisë. Ose një tjetër element, si ka mundësi 40.000 punësuar? Unë jam absolutisht i bindur që në këto 40.000 më shumë se sa 60% prej tyre nuk ka një karrike, nuk ka një vend pune. Ato din vetëm bankomatin për shkuar për të marrë parat. Bile që dia ndodh, dhe unë kam raste të pafundme ku një person është i punësuar dhe rrogën e atij e morin 4-5 veta, pra e përdorin si ndihmë ekonomike. Pra është shnuar emri i një personi dhe thonë ti e ke rrogën që e merr si tip ndihmë ekonomike dhe do të ndajsh me 2 apo 3 tjerë. Pra, pushteti vendor sot
Nuk shifet për të shërbyer dhe punësimi. Në një moment kur 70% dhe gjithë buxhetit shkon vetëm për paga dhe nuk shkon për investime kapitale apo jo, sigurisht kjo nuk të le asnjë lloj, po themi, interpretimi tjetër, vetëm se është kthyer në një çerdhe dhe punësimi dhe me zero efikasitet apo që të jenë eficiente, sepse sigurisht përdoret vetëm për të punësuar njerëz të cilët bëjnë vota për partinë në pushtet dhe aq më tepër kur kemi, po them, shumicën e bashkive që kemi të një partie politike. Megjithatë, pra problemi qëndron edhe te opozita, sepse ekspertët kanë treguar se po ashtu në bashkitë të cilat u kthyen pra nga të majta në të djathta të cilët janë këto, prap numri i punësimeve dhe detyrimeve që i lindte bashkisë për shkak të punësimeve për shkak të shkarkimeve nga punat pa drejta ishte rritur në masë. Kjo tregon që kush parti vjen, bën ato rifreskimet e veta dhe administrata nuk është... Se kjo mori fund me tërheqjen nga garat Partisë Demokratike, një lëvizje taktike, kur Partia Socialiste asnjë nuk hoqi nga puna dhe arriti t'i kthente edhe në kapital votues. Pra këtë kemi analizuar edhe si të tillë. Ndërkohë, ajo që unë po diskutoja pak më parë edhe me zotin Mziu ishte që këtu nuk ka një moral, që të thotë, një moral politik, sepse kur u bë reforma e fundit, e gjitha ishte për të ulur numrin e të punësuarve dhe për të ofruar shërbimet. Dhe kryefjala e mbajmë shumë mend mirë ishte që eficienca dhe do të reduktohesh numri të punësuarve, gjë që nuk flet me shifra sot. Këto janë kontradiktore dhe shkojnë më tepër, Aida, sepse ul numri i bashkive, supozoj që të ulej dhe numri i punësuarve. Kjo ka ndodhur e kundërta. U rrit. Ne kemi rënë dakord që reforma territoriale bëhet edhe për cilësinë fitore në subjektet e politikës. Tha zoti Mziu, por nëse do ta marrim në raport për numër popullsie të cilët banojnë, kjo rritet edhe më tepër sepse shqiptarët kanë ikur 1 milion shqiptar nga 2013. Ka dhe një element. Dhe kontradikta tjetër është se kemi shpenzuar miliona euro te akshi për digitalizimin e shërbimeve, pra që është politika digitale, dhe prapë rrisim numrin e punonjësve. Po jap një element. Ne kemi zyrat e gjenë civile dhe shërbimi nuk i shkon qytetarit. Dhe shërbimi në fund pastaj do vinë ai nga Librazhdi në Tiranë për të marrë një shërbim. Ne kemi zyrat e gjenë civile, të cilët janë bërë inaktive, por në fakt punonjësit janë aty. Dhe kur dikush do të regjistrojë certifikatën e vdekjes apo të lindjes, duhet të bëjë me i-Albanian. I-Albanian nuk punon për shkak korrupsionit të akshit. Po. Pastaj ai s'do. Ndërkohë unë kam patur raste tek familja ime që kërkonte, po themi, për të regjistruar fëmijën. I është dashur më shumë se sa 2 javë për të regjistruar. Ndërkohë, më përpara kur ishte manualisht, shkoni aty me një letrat tek vendlindja, po themi, shkojnë të zyrat gjenë civile dhe ta jepten në moment. Kurse tani do të presësh për aplikim, pastaj kur të vi, dhe ndërkohë numri i punonjësve të zyrat gjenë civile është 2 herë më shumë. Pra, këte kemi informatizim dhe përpasoj rritet dhe administrata. Pikrisht për këte, po them dhe unë, që nuk shifet pushteti vendor si një element që duhet të shërbej qytetarëve. Ju jeni dëshmitar dhe për çështën tjetër. Më gjen një vend tjetër të rajonit, se për Evropën nuk po shkojmë, ku kryeministri ju jep urdhër që të shkarkohen nënkryetarët e bashkisë, që të shkarkohen sekretari i përgjithshëm i bashkisë, që të shkarkohen të gjithë administratorët. Ku ke parë? Më gjen një vend tjetër që kryeministri thotë, nëse ne japim ndërtime mbi 5 kate, duhet ta jap qeveria. A nuk është ndërhyrje në kompetenca ose një tjetër element që këtë duhet me e kuptuar ata që votojnë? Nëse një person ndërton pa leje, qoftë edhe për të bërë avllin, i shkon IMT-ja që mbaret nga bashkia, i shkon IKMT-ja që varet nga ministria, i shkon AZT-ja, i shkon dhe policia. Pra kemi 4 struktura të cilët shkojnë dhe përballen me një qytetar që mund të bëjë qoftë edhe portën e shtëpisë. Pra, a kemi delegim kompetencash, a kemi një standard që duhet, a mundet, po themi, ne kemi bujqësin, po më rastin është viti 6 që bujqësia shkon në regres. Mbyllja e mujt që shkoj, pra e mujt mars, dolën rezultatet e bujqësis në aspekt me eksportet dhe me importet. U rritën,
Po u zvoglua numri I eksportit për zarzavate 33%. U zvoglua numri... Kjo është problematike një politike qendrore. Jo. Kjo është politika e centralizuar e pushtetit vendor. Se më thuj mu, si mundet, po themi, dikush ta punoj tokën, po themi në Lur, në Kalat Dodës, në Selisht, në Trebisht, në Ostren, në Macukull, sepse ai e para janë mbyllu shkollat, janë mbyllu qendra shëndetësore, nuk ka ujë vadis, nuk ka, po themi, një investim që shpërndahet në mënyrë proporcionale me njerëzit, por shkon në qendrën e qytetit. Pra, arsyeja kryesore e rënimit bujqësisë, arsimit, shëndetësisë dhe që nxit, po themi, shpopullimin ose eksodin, është pushteti vendor. Ka këtu marrëveshje mund të shkojmë drejt marrëveshje të fsheta mes PS-s dhe PD-s për këtë reformë, për t'i hapur rrugë, pastaj një bashkëpunim për cilën flitet, aludohet, dhe sa mekanizma ka për t'ju imponuar PD-ja PS-s për këtë? Shiko, mekanizmat për t'ju imponuar PD-ja PS-s janë pothuajse zero, por nuk po mbetim të zero, kam vetëm sensibilizimin e ndërkombëtarëve. Pra, kanë interes apo s'kanë? Se unë përshikoj që analiza ndahet. Shumë nga ta që analizojnë për studio thonë që nuk ka interes ndërkombëtar për çështjen e territoriales. Jo, janë. Shiko, ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë. Po të kujtohesh, edhe komisioneri, pra kryetari komisionit jashtëm në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, edhe komisioneri për zgjerim dhe komisioni për raportim, I cili raporton për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, e kanë thënë qartë që dy reformat duhet të jenë konsensuale. Ata e din shumë mirë që mazhoranca I ka votat për t'i bërë e vetë me këto. Ka e vullnet për t'ju didiktuar, imponuar, fjale madhe, po, për që në prezent? Po, ka. Ndërkombëtarët nuk kanë qenë indiferent në këtë pjesë. Pra kanë kërkuar që të ketë konsensus politik. Mos shiko se edhe këto lajmet apo edhe këto shqetësimet që thotë Rama, thotë kryeministri, kudo që shkon që opozita është bërë pengesë për integrimin e Shqipërisë e tjerë, nuk është kjo, po pikërisht sepse kryeministri I cënon, nuk tregon konsensual në to, po arrogant, ta ankohen dhe denoncojnë edhe në këtë mënyrë ata reflektojnë. Atëherë këtë sinjal ose këto deklaratat e Edi Ramës ti shikon në kushtet e kësaj logjike të analizës, që ndërkombëtarët janë këtu dhe kanë një prezencë. Tani unë nuk e di nëse ata kanë këtë shqetësim për çështjen integrim, për çështja akshit etj, apo e kanë edhe për çështjen territoriale. Janë të përmbledhura. Pra, pika e parë çështjet e korrupsionit, akshi I cili është bërë ndërkombëtar, ka ngritur vende të Bashkimit Evropian në këmbë, të cilat ka ndetyruar ministrat e tyre të vinë të bëjnë vizita në Shqipëri, të cilat nuk I dokumentojnë. Politikës për Komision Parlamentar nuk ju imponuan dot. Pikërisht. Pra, kanë për këtë gjë, por edhe kjo ka qenë pjesë e politikës e tyre, se për sa kohë një çështje bëhet publike, dihet që ajo I ka ezauruar të gjitha pjesët e takimeve, po themi, jashtë kamrave. Kështu që edhe në aspektin e reformave ka një presion, po themi. Tjetra, konsensus, marrëveshje, pazare, si thuhet në zhargon ose në gjuhën e përditshme të rëndom që këta janë bashkë, ta bëjnë pazare, për shkuar pastaj tek Senati, për shkuar... Tani, ka zëra të tilla, ka akuzat të tilla, se pastaj do të na shprehet Zoti Mziu. Në qoftë se arrin... Se ke më të lehtë të shprehësh për këtë. Në qoftë se arrin drejt kësaj që thash në hyrje që nisa me 4 rajone, 61 bashki, kjo është një lloj konsensusi që jep deri diku Partia Demokratike e mazhorancës, por edhe imponuar, domethënë, sepse nuk arrin që të marrin më tepër në këtu. Duhet parë pastaj se çfarë do të arrinte Komisioni I Reformës Zgjedhore. Në qoftë se këtu bëhemi ka një lloj konsensus të kamufluar, se patjetër do kamuflohet, por në qoftë se shkojmë me 2 dhoma parlamenti, sigurisht unë jam I bindur plotësisht që ky është pjesë e një lloj dakordësie midis 2 forcave kryesore, sepse vetëm atyre interesojnë dhe askujt tjetër. Mund të ketë një lloj konsensus që ai që është njëshi vazhdon që ndron njëshi edhe për ca kohë dhe
ai që është dyshi nuk cënohet nga partitë e tjera të cilat në zgjedhjet e 11 majit treguan që ngritën kokë dhe qytetarët reflektuan. Deri ku mund të toleroj? Nuk është fiks ashtu siç thot Marigleni. Absolutisht Partia Demokratike Spari ka një material që mund të konvertohet në intervalin nga 80 deri në 110 bashki, pra çfarë do thotë që kjo nuk është thjesht një dëshirë jona, por është në raport me situatën në terren, edhe për të krijuar atë proporcionalitetin e ndarjes, edhe për të patur, po themi, sa më shumë decentralizim të bashkive të mëdha, dhe ndërkohë për të ruajtur, jo vetëm për të ruajtur, por ne kemi vende të Bashkimit Evropian të cilët ftojnë qytetar për të shkuar, për të mbajtur fshatra historik, për të mbajtur gjallë. Dhe ndërkohë, ju japin edhe shtëpia, ju japin edhe kredi, ju japin edhe vende pune. Kurse në Shqipëri... Janë ato që duken si fake, po që... Në Shqipëri ndodhe kundërta nëpërmjet kësaj ndarje që ne kemi sot, po tregoj me argumentat plot, që nga Shkodra, Malësia Madhe, Tropoja, Hasi, Kuksi, Dibra, Librazhdi dhe Pogradeci apo dhe Korça, kemi fshatra të cilët kanë qenë historike, që kanë qenë një mburoj e sulmeve që janë bërë, po themi, nga serbët apo nga të tjera forca pushtuese, apo malazezët. Dhe sot ato po shpopullohen. Ne po shpopullojmë jo vetëm historinë, por edhe çdo gjë tjetër që është ngritur në këtë vend. Pra, ajo çfarë unë them është që është absolutisht e pranueshme që jo vetëm të rri kjo që është, por të rriten me 20 deri në 50 bashki të tjera për të qenë në normalitet. Së dyti, të hidhet në tryezë sot nëpër media që të kursejmë 20 deputet më duket mu absurde, apo qoftë edhe 40. Përse, fundit, çfarë i kushton buxhetit shtetit se një deputet nuk ka një sekretare, nuk ka një shofer, nuk ka një zyrë, nuk ka dhe një karrike, përveç rrogës që ka. Nëse do bëjmë aritmetikën e pagës, një deputet, po themi mesatarisht konsumon sa një punësuar, sa 2 të punësuar, apo maksimumi 3 të punësuar në total. Se nëse i referohemi drejtorave apo përgjegjësave, absolutisht duhet 10 deputet të shpenzoj sa një drejtor apo dikush tjetër. Pra, kaos sot për Shqipërinë ngelet numri administratës 200.000 të punësuar që kemi. Dhe në reformën, sidomos atë zgjedhore, por dhe territoriale, është që tulet numri të punësuarve. Sepse, sipas rankimeve që bëhen, eficienca e të punësuarve në Shqipëri është 5 herë apo 6 herë më pak se sa eficienca një të punësuari në vendet e Bashkimit Evropian. Sepse ne kemi për një vend pune 3 punonjës ose 4 punonjës. Pra kapacitetin që mund ta bëjë një persone bën 4 apo 5. Pra, nëse ne shkojmë tek kjo, unë do të isha dakord, po duhet bëhet një integral për shumë gjëra. Spari për të reduktuar administratën publike, për ta ulur në raport me atë që ishte. Pra, është përgjysmuar numri popullsisë dhe ndërkohë është dyfishuar administrata publike. Pra, në këndvështrimin tim, po jo vetëm edhe për shkak të fakteve, administrata publike nuk mund të jetë më shumë se sa 100.000, nga 200.000 që është sot. Pra, përgjysmimi i administratës publike. Së dyti, rritja e numrit të bashkive. Së treti, dhënia kompetencave të pushtetit vendor, dhe kjo mund të ishte një zgjidhje. Apo, nëse ne shkojmë dhe tek pjesa e reformës, ne nuk po luftojmë për vendin e dytë, ne luftojmë për të patur vendin e parë. Dhe ndërkohë, ne duam që të mos mbysen dhe partitë e vogla. Pra, çfarë do thotë që ne të kthejmë koalicionet. Shqipëria ka patur koalicione historikisht përjashtuar në momentin e parlamentit të korporatave që u heq e drejta e koalicioneve parazgjedhore do një koalicionet të keni në nxirin tuaj. Dhe përpasoj, në nxirin e kujt duan le të shkojnë. Ideja është që nëse një person bën një parti, qoftë edhe me 2 vota, votat e tij mos shkojnë kot. Pra, e drejta e koalicionit parazgjedhor nuk bëhet me urdhër partie.
Ato kanë të drejtën për të futur në koalicion që votat e tij mos i shkoj kot. Pra, janë disa derivate shumë të rëndësishme që kërkojnë zgjidhje dhe Partia Demokratike absolutisht është angazhuar për t'u shkuar deri në fund. E ka të pamundur kjo qeveri për të bërë një reformë të njëanshme. Jo vetëm për shkak faktorit brendshëm, por edhe faktorit të jashtëm dhe çdo lloj katalizatori që ne mund ta marrim referencë me vendet e Bashkimit Evropian. Dakor, se numrat i kanë. Edhe i kanë dhe se kanë, se... Po si pas këti, po të shkosh sot ke grupi parlamentar të bësh një votim fshet, nuk i merr as 50 vota qeveria. Po jo, tani kjo është luash me blofin, se ne nuk e dim, ne po e testuam. Let futet kryeministri në vot besim, fshetet dhe ta shohë se sa merr. Nuk e keni parë ju Spiropalin, nuk e keni parë Gjafin, nuk e keni parë Erionin. Erioni doli si kandidat dhe nuk shkon e blokojnë për të marrë pjesë në një nga këto organizatat e partisë që janë në për Tiranë. Kjo është situatë që ka krijuar Partia Socialiste. Po më duket pak absurde që të besosh tek përçarjet e brendshme, duhet përqendrohet. Mos ju merr vota dhe juve. Ka 83 deputet, por një 10 prej tyre janë ai sekti përfitues. Unë para disa ditësh këtu... Mos e zëvendëson nga Partia Demokratike ata pastaj. Zotëri Mehmeti dhe pyetëm ai donte të kandidonte për Tiranën, ishte për një përgjigje. Ishte i gatshëm që të... I gatshëm, po që të... Tani, nëse do të vendoste partia, ti ke ndonjë ambicie në zgjedhjet, se ato zotëri janë shpesme të tjera në vitin që vjen, do të kemi zgjedhje. Ja bëjmë kështu pyetje, të është larguar dashuria nga Kamza, sepse gjithmonë e ka lidhur atë, ka lidhur qenien e vet politike me pushtetin vendor dhe me Kamzën konkretisht. Tani na pësh një përgjigje. E keni hequr ambicin apo do t'i riktheheni edhe jera se gare? Unë kam qenë edhe në drejtimin e pushtetit vendor për 3 mandate, jam dhe 2 mandate si deputet, po madje edhe si drejtues politik. Në aspektin politik jam në një hierarki më të lartë se sa për të qenë kryetar i bashkisë. E vetmja gjë që mund të më imponoj për të qenë kandidat mund të jetë thjesht betejë për ta mundur, për ta rikthyer do ta bëni këtë sakrificë? Për ta rikthyer bashkinë tek shumica e qytetarëve. Do ta bëni këtë sakrificë? Nuk e kam në planet e mia, por nëse do të shifej, po themi, pamundësia për ta fituar, absolutisht do futem nga arë për ta rikthyer. Se mund do të Rakip Sulin, domethënë? Mund do të ftonja të binde dhe Rama në konkurim. Që do thotë? E mund apo se mund Rakipin? Jo, e mund. E mund Rakipin me gjithë Ramën Kamzës, thotë. Po e nga sumaj, po nuk e ke qartë? Nuk e kam shumë qartë, në fakt, se thotë, pra, i ka heqë ambicën, unë nuk po them në si hierarki politike, se dakord, hierarki politike, base deputeti është më lartë pushteti qendror. Por thashë, kjo me qenien tuaj politike, pra ju e keni pas deri diku, keni treguar që e keni dashuruar atë punë që keni bërë, pra drejtimin e bashkisë për 12 vite, dhe her pas here keni treguar ose keni shfaqur interes që prap ta merrni në drejtim atë duke patur parasysh se keni qenë të pakënaqur me mënyrën se si është qeverisur. Në këtë kontekst e ngritën pyetjen që në një farë mënyrë me që e konsideroni edhe deputeti është më lartë, do e bëni këtë sakrificë për vendin, sepse janë bërë disa zgjedhje, pra qoftë pjesme apo po them edhe të plota që Kamza ka humbur, edhe ka qenë një bastion edhe i humbje. Ka qenë bastion, po si mund, se Kamza për shumë ka njohur zhvillim, pastaj na bie ajo teza që ose ka pallate pa fund, ose ka dhe biznese ka pas edhe në kohën tuaj, po mos ka një detyrim kështu ndaj kryetarit aktual kamerat, me që se janë zhvilluar tashmë me socialistët dhe si mundot. Zhvillimin në pallate vetëm Rama e konsideron. Zhvillimi, qytetarët nuk ka nevojë për pallat. Qytetarët ka nevojë për të patur infrastrukturën që i mungon. Nëse unë jetoj me Qërpiqe, pastaj vjen më bën një pallat aty, marr dhe dyqan, do t'i them faleminderit Rakip Sulit edhe PS-s, po. Mendoj tani sikur të jetë një qytetar. Na e prish edhe bisedën me kështu njerëz. Mirë, okay, dakor, e lash. Kështu që më mirë. E lash thuaj, nuk do flas më. Ja, mbyllëm. U mërzit.
Do kandidosh apo jo? Jep një koncept, thot, ku ti po bën sikur këto pallate që po bën, po ja japin qytetarëve falas, se këtë se kuptoj. Pronët e tyre janë zhvilluar, por kanë zhvilluar. Një kryetar bashkie nuk matet se sa pallate ndërtohet. Një kryetar bashkie që ta kesh konceptin e drejtuesit të bashkisë, sa shkolla, sa gjëndra shëndetësore, ndërtimin e infrastrukturës publike, dhe për të qenë sa më sociale për të shërbyer. Pra, investime dhe shërbime që shkojnë më një të drejt për drejt të qytetarët. Që ai ka bërë vetëm pallate dhe si ka bërë këto gjërat? Nëse do të kisha patur buxhetin që ka Bashkia e Komzës, nëse do kisha patur këtë buxhet që ka sot Bashkia e Komzës, që përfiton vetëm nga taksa infrastrukturës më shumë se sa 35 milion euro, sot në Komz ti do t'i kishe rrugët si në Paris. E shef që si a futa kot, pra? Thash pallate ta ngritë topin për të thënë çfarë kanë bërë tjetër. Se unë si qytetar dhe shumë si unë mund të shikojnë kur kalojmë rrugës aty, shikojnë vetëm pallatet. Infrastruktura se pallatin e bën privati. Po ti krijoj mundësit, po themi, se fundi e fundit nëse s'ka infrastrukturë, kush do është keqardhje e madhe nëse një bashkim si në Tiranë më jep vetëm pallatin dhe s'mjep rrugën e po ham dynjan ke liçeni thatë. Ta them dhe këto unë, se s'më vjen turp për ta thënë. Sy do të shpitën ka rrugë më të mira, por nëse shkon shes sot, rrugët e Komzës janë bërë një kalimshe, ato pak rrugë që kishin ngelur pa bërë, sepse nuk hapen rrugët për të mos u futur në konflikt. Më mirë futur në konflikt me qytetarin e prishja tavllin për të bërë një rrugë me standarde bashkëkohore, se sa ta lësh një burim konflikti për të kaluar se kush ka radhen për të kaluar ta ajo rruga 2 metroshe që është sot. Ti ke prishur kohën tënde? Absolutisht, është një histori suksesi, infrastruktura e ndërtuar në Komz. Në kohën time. Margleni i qartë tani? Qartë, e do akoma Komzën, bashkin. Unë, dëshira ime më madhe është për ta kthyer Shqipërinë në blu. Jeton Kamës apo jo? Patjetër. Vazhdoni jeton Kamës, jo se si ke pas mundësi. Dhe do vazhdoj. Faleminderit zëdim si ju. Ishte kënaqësi. Faleminderit Mariglen, faleminderit dhe ju që na ndoqët, ju uroj që të kaloni një fundjavë të këndshme, të shijoni këto festa për gjithë ata që festojnë, duke uruar gëzuar, dhe do të shihemi së bashku të hënën, si zakonisht në orën 10.